Ngjarjet e luftës ishte edhe Bacaisov, e ftojmë për një fjalë përshëndetëse. Gjithve pa dallim, po veçanërisht familjet e dëshmorëve. Këta kanë atë meritën e vetë. E përshëndes Recep Jahën, babi 3 luftëtarëve, 1 dëshmorit, edhe Kunatën Badime, nona 2 herojve, edhe të gjithë të tjerë, pa dallim. Këta shapatën i thanë të gjitha jonë realitete, qysh i tha kryetari i veteranëve dhe kryetari i komunës, pa asnjë minus, pas të gjitha i kanë thënë tamam qysh janë konë, e veçanërisht tash e përshëndes General Ramush Haradinin edhe kryeministër disa herë. E përshëndes komandantën e batalionit Ismail Latifin, edhe disa herë, disa mandate kryetari i komunës, vish në lashtë vetë se kush me rëzu nuk po mund. Dervish Qadrakin, një celul shumë e hershme, që u ka tregu që duhet mujna mu nda pi Serbisë atëherë në shtinin të lashëm me Ibrahim Kryzim, Selim Gashin, Burgosën, e përshëndes djalin e dëshmojt nën kryetar i komunës. O kënaqësi e madhe një djalë dëshmojt më bënë nën kryetar i dytë i komunës. Këto tjerët nuk du me zjatë, po e përshëndes Skener Hoxhën, komandant i brigadës 124 që i ka 120 luftëtarë të vranë. Fadil Baktarin, njek i luftës, Shani Hotin, Alo Shalën, Halil Qadrakin që aty pesha dhaja konë begi i fort për të kalëzoj drejt në tana piket, edhe ju përshëndes gjithve. Pa dallim, është mirë mi përsërit aktet historike, mas mi arru, na i kemi deponua armet edhe imi konë të shku prap të marrë mirë, po a bon ajo prita dhe është mas e vërtet që kemi bon lëftime aty. Sulimo Selimi në ka pështu me mortaj 500, se problema konë me pështu, se në fërsimi konë, po mirë pështu pa vrasje, do flak, kleta, shëruse, edhe qaja e kanë zit, e tha komandanti nderun Ramush Haradini që a konë sukë kom të shkomit, ta trit nuk e di shkanë kom të shkomit, 3 kom Prekazi, Glajani edhe Drënosi, edhe u bo qashtje. Se pa që to sene nuk ishu mujtë me ardhë, në këtë njësit kanë ardhë njësit i Ratkosit, për në eni, i Malishevës, e përshëndes Mollafetajnë, Mësusin Mustaf, edhe partit politike gjithë, që janë këtu, Agjizeneli, natë e Sovjesh në ka ardhë, historianin që në majtë aty Fatmiri, Vedri Zybeni, shumë tjerë, masë një kusur, mirë po, këtu qërë, për qitë shkollë, du me i thani ja 10 fjallë. Kjo shkollë a maru në 35 në seni. E ka maru më rem zatri që atër në atë kohë. Edhe këtu janë mësu gërmet e para. Mirë po, këtu Ozni atëshëm edhe ka arrestu e burrat forta. Po, këtu e ka marrë Ali Bram Haskën, travesit profesor, e ka arrestu në këtë shkollë.
Kadriminushin, Damanekit, se na lufta kemi bon vazhdimisht pej luftës Skënderbeu pa unan, po kësaj radhe ham me sukses edhe kemi bon luft drejt për drejti për vetë vetën. Se i kemi rastet në Bojan, Malsi, Gjakovës, ku janë marrë veshqi me hek fashizmin e mu bashku me Shqipni, po ju kanë hongër fjallët sept atëherë, edhe e kanë mojt Dushan Mugosha i ka mashtu, Milodin Popovici, ju ka thanë shqiptarve si shlirohëm nësa. Mirë po, pas një ditë shkollë, Shapa Pallurgja, jashtë po djeves nuk ka dash me shku. Pa ta me shkollë, ju ka marrë menja që nuk ka soshme edhe erdhëm të i këtu, e me 43-ën, me 31 dhjetor, e kanë mojnë në Bujan, janë marrë vesh. Mirë po, konferencën e Përzrenit, ju kanë hongër fjallët, i kanë dytëru një rdunshme, edhe e kanë nënshkruhe, që me Beograd. Rami Sërnica, pe atjetë, ka delegu, ka thana në Morova, me Tiran po, me Beograd ju. E atëherë ka vërshu, Arif Ramadonin, që s'ka pajtu, e kanë denu me dhita vite, Isuf Delovën, edhe Ali Bram Hasken, Kadriminushin e shumë tjerë që i spjaso. Ka pas në nëshkru së tonës tonë, po janë dek nuk pa du mi përmend, kanë pas presion, e kjo realiteti është që kjo, e tashi o knajsi shumë e madhe. Ti me thanë, ka leva dyta Konravic, ti me bon krytar, shqiptar, në Ravet, a konë onër me po me thanë ku jomë. Mirë po që, 3 luftetar po japë me emën që i kanë drejtu luftën edhe i kanë drejtu komunet Miragi, më tha që i drizve api Smaj Latifi. Edhe ata politikë që janë konë, po une i ceka qitat luftës, edhe njëherë ju përshëndes gjithve, po mos me paskon frima politike, e Dervish Adokit, Ibrahimit e Selimit, që mi përgatit gjeneratët, nuk ishin një luft, me që i smallin, a moshim i konë, mi lezëj ke gazetën në burg bashkë, mi konë e ta në luft, në parti se nuk bom bashkë asë i herë, amo për kështu i mi konë gjithë kuna. Edhe, inshallah, nuk kandidon mos e problem është me luft, pa të ka zojnë drejt. Edhe njëherë ju përshëndes gjithve, edhe i përshëndes bashkë luftetar nga Hosi, nga Vlarnja, nga Kruma, nga gjithë, pa i përsejt nemna, ju përshëndes gjithve, edhe njo, të thom e pa dalë. Une nuk kom letëzu jom punëtor, mirë, por në beslidhje në vjetë, shkrunë të të maj keq për njerëzimi tonë, mas mirë njosi. Edhe njëherë, ju përshëndes gjithve. 6 prill 1998 nuk pati të vrarë, për atë ditë u vra Afrika. Kjo datë mbetet në historisë një fest, kur u ndje aroma e këndshme e lirisë. Prandaj edhe rapsodët popullore dhe artistët i këndojnë me pasion të bëmave të luftëtarëve të lirisë, duke i bërë jehol luftës së madhe. Radhën e kanë artistët, e Arta Krasniqi me poezin Gjaku i lirisë, Loris Fahiu 2 emra një liri, Baki Gjaferi, Valbona Krasniqi, Gjafer Ahmeti. Dhe mbyllim me ansamblin Baramcurin nga Krusha e Madhe. Figurët e vjetër, emri juaj në drejt, sëllë që në rësir, rrugën në ndryqën. Ju nuk jeni vdekur, as nuk jeni harem, jeni vetë fryma që këtë tokë liron. Kur nata ishte rënd, dhe qili pa shpres, ju bët vetë nur që ne të kalojmë. Dha jetën rinia me bes mbi bes, që sot këtë djevë të lirë ne ta gëzojmë. Gjdo lule që qelë, ka aromën tuaj, gjdo fla që na prekër zërë juaj i qelë. Nuk jeni të huaj, as nëllëve të huaj, e një gjaku i lirisë që rojnë për jetë.
Femra një liri, në Drenoc kur nata rëndon të mbi dhe, dyja u ngritën për atë dhe. Fej me bedrush zemra plot zjarë, u bën drit në ersir për shqiptar. Nuk i ndali frikas plumbi zi, se në shpirt kishin veç liri. Me hap të fort dhe bes në zemër, shkruan historin me gjake me emër. Fusha e mali i ruan si kujtim, gjdo gur e gjdo lis flet për tremërim. Floka e luftës nuk i trembi kur, se shpirti i tyre ishte më i fort se gur. Në gjdo hap, në gjdo betej të rënd, e mbajtën flamurin lartë në gjdo vënd. Në pranver kur lullëzon gjdo flet, vjen një dit me kujtime të qetë. 26 prillit roket, me herë të reje me djel që flet. Fej me bedrush emra që s'harrohen, në këngë e histori gjithmon këndohen. Janë drita që rrugën e ndriqon, janë zemra e Kosovës që kur s'pushon.